Analisti Andi Bushati, duke folur për hetimet që po zhvillon SPAK për 21 janarin dhe thirrjen e Sali Berishës për të dëshmuar, tha se kjo është një çështje e rëndë për të cilën duhet drejtësi. Bushati, edhe pse kritik me shumë prej veprimeve të SPAK, deklaroi se e përshëndet hetimin për 21 janarin, ndërsa shtoi se Partia Socialiste duhet ta detyrojë Agron Malajn, ish-gardistin e grupit të zjarrit në 21 janar, që sot është deputet i PS-s, të tregojë ato që di nga kjo ngjarje, ku mbetën të vrarë 4 protestues. 21 janari është një krim që nuk mund të ngelet i pandëshkuar. SPAK e mbante kot detyrën nëse nuk i rifutej kësaj çështje. Minimumi kemi kaluar 1 dekadë gjysmë pa u pyetur. Themi nuk pyetet Rama për inceneratorët, aty janë vrarë 4 vet dhe Berisha nuk është pyetur nga drejtësia. Kemi hap për t'u përshëndetur. Patjetër që edhe po nuk u zbardh, ne duhet të kemi një version zyrtar të Berishës, para drejtësisë, jo para konferencave të shtypit. E dyta, duhet të kemi një version të Lulzim Bashës për atë që ka ndodhur. E treta, nëse ka një forcë politike që nëse nuk ka zhbërë çdo gjë nga idealet e veta, Partia Socialiste ka një gur të madh në dorë, ka deputeta të gardistin Malaj, i cili është nga njerëzit që është përblyer me para në dorë për ato vrasje. Nëse prezumojmë se Berisha për të fshehur krimin ka bërë çdo gjë, nga serverat e gjojat për të fshehur gjurmët, ka dashur të manipulojë edhe me para ata gardis që kanë ditur diçka më shumë. PS është e dënuar ta detyrojë të jap dijenin se çfarë ai di dhe pse është paguar për të heshtur. Ka vend me Berishën, Bashën dhe njerëz si Malaj të hetohet më thellë. Nëse drejtësia e re nuk jep dot një verdikt bindës, sepse janë vrarë 4 vet për të shtypur një manifestim politik, gjë që duhet dënuar dhe nuk duhet përsëritur as në ëndrat më të këqija të këtij vendi, në këtë kuptim të gjithë bateritë e mundshme duhen shfrytzuar për këtë hetim, tha ndër të tjera Bushati në të pa ekspozuarit.